miq shqiptar të thjesht, të sinqert, të pastër dhe të papërlyer, ose edhe gjithë ju që ndoshta situata ju ka çuar në këto përpjekje të vogla apo të mëdha, uroj që ndërgjegja dhe ajo se çka është brenda shpirtit tuaj, zemrës tuaj, të rrahej të paktën një herë të vetme, ashtu siç ka rrahur zemra e shumë shqiptarëve në këto ditë që kanë treguar që janë një bashkësi që flet një zëri dhe një zemër që rre njësoj. Do të ftoja sot në këtë ditë shënuar për lidhjen e Prizrenit në këtë përvjetor me datë 10 pra, si protestë kombëtare të thirrur në orën 6 tek sheshi Skënderbej, siç është kthyer në traditë prej 10 ditësh dhe dita e 11 sot, të bashkohemi në këtë protestë revolt popullore qytetare për të marshuar tek kryeministria dhe më tej të vazhdojmë me atë traditën e marshimit që bëhet çdo natë në rrugët e Tiranës, që i ka dhënë një energji krejt tjetër dhe po e luan mënsh gjithë klasën politike, Ramën po e shohin, por edhe gjithë politikanët e tjerë. Ju pres sonte në kryeqytet në Tiranë.